Vjen një burr tek profeti sallallahu alaihi wasallam i penduar. Hadithi është i saktë, e transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre. Vjen ky burr i penduar dhe i thot: "O dërguar Allahut, kam bërë një vepër të keqe." Ishte afruar një gruaje të huaj dhe kishte puthur atë. Pra në këtë moment vjen i penduar. Profeti alayhi salatu wassalam nuk i thet fare. Pra nuk i tha që ke bërë gjuna kështu me radhë, sepse i vet e dinte këtë gjë, edhe i penduar. Më pas Allahu xhalla wa ala zbret ajetin e mëparshëm: "Fale namazin në skajet e ditës dhe në një pjesë të natës, me të vërtetë që veprat e mira i fshin ato të këqijat." Dhe e thret këtë burr dhe i lexon ajetin kuranor. Një nga të pranishmit thot: "O dërguar Allahut, ky ajet është i veçantë për këtë?" Ja ktheu alayhi salatu wassalam: "Jo, por për të gjithë njerëzit." Pra, vepra e mirë e fshin veprën e keqe, kështu që le të shtojmë veprat e mira, sepse ato janë depozita jon për ditën ku takojmë me Allahun, krijuesin ton subhanahu wa ta'ala. يظل يجيء